Tetova këtë verë nuk po jeton vetëm me muzikë, me kulturë, por edhe me një atmosferë të vërtet, festivalesh, arti, sporti, argëtimi, ku bashkohen të gjitha vetëm në një vend. Ne kemi këtu edhe nderin të kemi zotëri Muhamet Mustafin, me të cilin do flasim pikërisht për këto aktivitete, edhe pse e dim që kjo është më veç se një tradit në Tetovë vera kulturore, por këtë vit është më e pasur, është më e ngjeshur, ku asnjë ditë qytetarët e Tetovës nuk e kanë të bezdishme, po e kam patjetër se të mundësuar të dalin në shesh dhe të shohin diçka të bukur nga çdo sferë e kulturës, artit apo sportit. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në emisionin ton. Mirëmëngjes dhe faleminderit për mundësinë. Lutem. Mbrëmjet kulturore në Tetovë janë më veç se tani trashëgimi, e dim diçka tradit, e dim që janë duke organizuar për sa vite. Pse ka lindur kjo ide? Është shkaku i mërgjimtarëve apo shkaku i pushimeve që të mblidhen të gjithë qytetarët në një vend? Po, ne besoj që në qytetin e Tetovës ka nevojë që çdo verë, domethënë që qytetarët që dalin dikun që mund të ndjekin aktivitetet kulturore. Kjo është një relaks edhe një qetësi edhe për qytetarët, po më shumë që bën ndikim që të organizohen kaq mirë, janë padyshim që mërgjimtarët. Domethënë, ne kemi edhe 11 muaj tjera, po aktivitetet nuk janë aq intensive sa që janë verës, për arsye që është fluksi i mërgjimtarëve në atë periudhë. Për hir të korekcisë, Tetova ka gjithmonë aktivitete. Mirë the edhe 11 muaj tjera njihet Tetova më shumë që ka aktivitete se gjitha qytetet tjera, sidomos kur bëhet fjalë jepni shumë hapësirë artit, kulturës, gjithmonë jeni aty për t'u ndihmuar dhe për ta përkrahur artin dhe kulturën. Këtë vit, ky edicion e thashtë edhe në paralajmërim, është pak më i dalluar se viteve tjera. Do na thoni se çfarë e bën atë më të dalluar, çka ka më specifike këtë vit se vitet e mbrëmjet kulturore tjera të Tetovës? Shikoni, për çdo vit, domethënë për aty vitet që kena marrë organizime të i bërë prej vitit 2022, sa e mbaj mend, çdo vit duke u përmirësuar edhe duke shtuar më shumë aktivitete. Edhe vjet ka qenë, domethënë, kemi menduar se ka qenë kulminacioni, po këtë vjet edhe më mirë. Unë e shoh këtë sukses sepse kemi ndarë në disa departamente, kategori dhe çdo kush e mba përgjegjësinë e vet. Ajo që bën dallimin që ka një harmoni, domethënë është sporti, është kultura, është muzika edhe krejt evenimet e tjera, domethënë pas asaj edhe sporti edhe kultura ndahen mes vete, edhe kështu që pasurohet me plot aktivitete. Për këtë vit, tash si e kemi filluar, domethënë te faza e parë, më dalluar unë besoj që e bëri deri tash biljardi. Domethënë ishte një natë briljante me kampionin botnor Eklen Klaçi, dhe ishte domethënë shumë profesionale, skena në shesh, ato tavolinat e biljardës, inxhizimi ishte në mënyrë shumë profesionale. Dhe padyshim se jo gjithë kanë dashur edhe të atakojnë atë si një kampionat, po ashtu edhe të dalin dhe të argëtohen edhe vetë qytetarët. Një kënaqësi e dyanshme. Po, dyanshme, domethënë ne kishim shumë dyshime, udhëheci i sportit, domethënë Muhamet Azia, ai kur e propozoi këtë ide, ne ishim pak dyshim, domethënë nuk e dishim se ka sa fansa mund të ketë biljardi. Po atë natë edhe unë u befasova, domethënë çfarë interesimi të befasuar. Sa aktivitete janë planifikuar gjithsej? E keni me një statistikë, keni një numër të saktë? Jo, në fund statistikën se kemi se ka javë fundit, domethënë u intensifikuan domethënë planet, ideat edhe u shtun shumë aktivitete tjera, po në përgjithësi është mbi 40 aktivitete, domethënë paraforcisht deri 50 aktivitete plota do të arrijë kjo verë. 50 aktivitete janë jashtë. Domethënë paralelisht çdo ditë ka 3-4 aktivitete kemi. Domethënë prej mëngjesit si fillon, tash për momentin ka një aktivitet tjetër, po e lash aktivitetin edhe këtu për emision. Po e di. Waterpolo diçka çka ishte sot? Po, tash sot është waterpolo, por në njëjtën kohë edhe aktivitete kulturore. Domethënë kolegët tonë kanë përgatitur për fëmijët e mërgjimtarëve një guideline, domethënë te objektet e vjetra të qytetit. Po, domethënë janë një historian i kujtim Ahmeti dhe profesori Ridvan Azizi, edhe ato bashkërisht kanë organizuar një ide shumë mirë që fëmijët e mërgjimtarëve tanë të njohin. Mos harrojnë vlerat. Po, mos harrojnë vlerat e qytetit, domethënë se një ide herë e parë dëgjoj dhe shumë më pëlqej kjo. Ju lumt edhe atij që e ka dhënë këtë ide për ta organizuar, sidomos se persona që jetojnë jashtë vendit normalisht nga pamundësia që kur vijnë këtu kanë pak ditë të kalojnë me familjar dhe i harrojnë edhe ato vendet e bukura të vjetra që i ka Tetova apo çdo qytet tjetër. Dhe kjo është një nismë e mirë që edhe ata të njihen nga afër me të kaluarën e
e qytetit. Pse krahas kulturës u vendos që të vendosen edhe sfera tjera? Sporti e shumë sfera tjera dhe aktivitete tjera. Prej fillim, dhe më thonë, kur e fillum këto, sporti kishte një mungesë para prake, dhe më thonë, udhëheqësit para prake komunale e kishin anashkolluar sportin, dhe ne atëherë vlerësum që duhet shtohet edhe sporti, veçanërisht prej fillim, njerë të fillojmë me sportin, dhe më thonë se ka nevojë dhe kishte kërkesa. Ma shumë buj ka bë vitin 2023, që mbaj me ishte me beach volleyball, që prunum në fillim të tofë, edhe pak edhe me ironi në thushën që prunum detin edhe plashën. Këtë mbaj mend se u bë një buj e madhe, po në aspekt pozitiv. Po, edhe pastaj vitin tjetër ende më profesionale, u bë edhe si garë diçka nivel Ballkanit, prej shteteve të ndryshme erdhen ekipet, edhe pastaj me street basket, këtë vit kemi prap street basket. Po cila disciplinë sportive po zgjon më shumë interes, sipas jush? Për pos biljardi që ju ka befasu? Po, unë do më thëmë, sa që i kam pa, street basket edhe beach volleyball edhe këto kanë shumë interesim, do më thëmë, pas asaj, sepse në të gara i bëjmë edhe si hapje thirrje për ekipet edhe lokale që bashkan gjitën, edhe kjo e bën edhe më atraktive turnamentin, organizimin. Sa është i rëndësishëm organizimi i këtyre turneve sportive për promovimin edhe jetës së shëndetshme? Përpos që të argëtohen, ata normalisht mund ta kapin edhe këtë si disiplinë, mund dikujt t'i krijohet edhe si profesion, si dashuri për ta krijuar dhe për ta vepruar edhe në jetën e përditshme dhe pastaj kjo të ndihmon edhe në jetën e shëndetshme. A mendoni se luan rol kjo edhe në mendsinë e qytetarëve? Po, unë mendoj se te mosha, domethënë te fëmijët, besoj që luan rol se shoh edhe ato me shumë interesim i ndjekin lojra, domethënë tash volejbollit, dhe basketbollit ose biljardit. Besoj se të ato krijon një interesim, po s'mund të themi përgjithësi që për 2-3 ditë mund bëjë të një ndikim madh te jetët e njerëzve. Veçanërisht të moshës tonë, ose moshës mbi 1 vjeçare mos mbon ndikim, po për të rinj, besoj që shoh edhe te syri atyre që ka shumë me një atraktivitet e i ndjekin lojat. Kur jemi të atraktivitete, ajo që më së shumë t'i na pengon tek të vegjlit tanë dhe të rinj ata që janë më të rinj në moshë me ne, është koha e tyre e kaluar në ekran edhe në rrjetet sociale. Apo ndihmon kjo aktivitet që ato sadopak këtë periudhë të jenë larg syrit të telefonit dhe të fokusohen në diçka që mund të prekin vetë, ta shohin vetë me sytë e tyre, jo nëpërmjet një celulari? Po, patjetër, domethënë këto komentet, aty në terren vetë i shohim, domethënë interesimin e tyre, por edhe komentet e prindërve, familjarëve që kemi përreth dhe miqve tanë janë këtë drejtim që mirë që ndodhi, fëmijët tonë domethënë lanë telefonin dhe tash interesohen me diçka shumë më reale vërtet, domethënë me sportin. Po, përveç sportit, çfarë aktivitetesh kulturore dhe artistike do të shoh tetova? Si që thash, njëre për atyre zhvillohet sot, dhe më thëmë vizitat e shtëpive me vlerë kulturore, artistike, historike të qytetit. Pastaj, dhe më thëmë, se ka shumë, dhe më thëmë, du të ndjekë për të agenda, dhe më thëmë, ka qenë në 14 pargje ishte Skupi Fest, dhe më thëmë, është festival folklorik, po. Festival folklorik, hera e dytë ishte që ishin në Tetov, edhe ato bënë një parad në qytet, marshim, paraprakisht ishin në këshillin e komunës, dhe më thënë, u prezentuam, u njoftuam me ata, dhe pastaj vazhdojmë qytet, në shesh, edhe kjo krijon shumë një bujë, dhe më thënë se janë... Sidomos kur shohin ansamble nga shtete tjera me veshje tjera tradicionale, ne kështu mundohemi edhe ta mësojmë edhe kulturën e tyre, pse jo nëpërmjet veshjeve, paraqitjeve të tyre. Kjo ndihmon që edhe qytetarët të njohin për shtete tjera, të njohin paraqitje si ne që dëshirojmë me veshjen tonë kombëtare. Po, patjetër, do të thënë, shohim atë veçanërisht për shteteve Latin Amerikës, do të thënë. E pastaj ishte dje ka qenë organizimi shoqata e shkrimtarëve, Oneum, do të thënë Purizë në Varje, do të thënë ka qenë një natë me Varje, që për fat të keq nuk mund të marr pjesë, por edhe kjo është më tradicionalisht që bëhet, që organizojmë çdo vit. Aktivitetet tjera kulturore, pastaj janë fillojmë me, do të thënë, çdo vit ndajmë një ditë veçantë edhe për ditën e fëmijëve, do të thonë edhe ajo do të jetë me 20 korrik, edhe është shumë interesante,
organizojmë bashkëpunim me kompanit lokale që kanë si qerdhet private ose me qerdhen shtetërore, me këtë organizata dhe bëhet, domethënë, një organizim shumë mirë edhe për fëmijët. E pastaj fillojmë në shesh me ansamble. Domethënë, një natë është për ansamblin e Maqedonisë, një natë tjetër është për ansamblin e Kosovës që kemi thirrur. E pastaj vazhdojnë aktivitetet tjera. A ju jepet hapësirë dhe talenteve të reja? Po, pa dyshim. Domethënë, edhe lokale patjetër. Po, lokale. Atë që kemi filluar prej fillimit, domethënë prej 2022, kur kemi bë me një park të vogël të qytetit, atëherë ka qenë full me këngëtar lokal. Padyshim kemi qenë edhe financiarisht më dobët edhe nuk kemi mund të thirrim edhe këngëtar më të vej atëherë dhe kemi bashkëpunuar më shumë me këngëtar lokal, por pas asaj çdo vit mund të them 90% të këngëtarëve të qytetit lokal marrin pjesë. Domethënë ai 10% që ndoshta pse ato janë zanët, po ne e bëjmë ftesë çdo të gjithëve artistëve. Shka ne njohim që merren me muzikë në qytetin e Tetovës. A mendoni se ngjarjet e tilla ndikojnë edhe në promovimin turistik të Tetovës? Si keni reagimet nga qytetarët? Po, padyshim, domethënë ne besojmë këtë që interesimi vëret nga interesimi, domethënë komentimet e njëri mërgjimtar, domethënë turistëve të garantuar çka i themi, atyre është shumë komentime të mira, por përndryshe për ta përhap këtë që të kesh turistë të huaj, besoj se kemi ende shumë udhë, por jemi në këtë drejtim. Domethënë ende bashkëpunojmë edhe me njësinë tonë të turizmit që kemi të komunës. Edhe me ato, për shembull, pjesa e organizimit është panajiri artizanateve, që me këtë mënyrë tentojmë që të ngrejmë turistë, domethënë jo të garantuar, po nga rajoni, domethënë në këtë mënyrë vinë edhe prej Shqipërisë dhe nga Kosova që të shohin artizanatet, plus këtë vit do të shtohet edhe me ushqime tradicionale. Që i kemi ne. Përmende më herët se viteve të kaluara nuk keni pas financa të mjaftueshme, kur jemi te bashkëpunime dhe mbështetja, si është bashkëpunimi mes komunës, klubeve sportive dhe organizatave kulturore? Është një bashkëpunim i ndërthurur i cili është për tu përshëndetur? Po, në çdo vit, domethënë kemi si komunë konkurset tona, që hapim thirrjet tona, që përkrahim shoqatat sportive dhe artistiko-kulturore, edhe këtë vit javën e kaluar me sa u mbyllën thirrjet, kemi një buxhet të mirë për çdo vit, por jashtë edhe kësaj, domethënë ndihmojmë shumë shoqatave kulturore me kërkesa të ndryshme që janë jashtë programit, domethënë kërkojnë një transport, kërkojnë një darkë për një organizim, ose hapësirat e komunës janë non-stop në shërbim të tyre, edhe shumë gjëra tjera. Keni një bashkëpunim shumë të mirë me një fjalë. Po sa është e rëndësishme që një qytet të investojë njëkohësisht në kulturë dhe në sport? Kjo i ndihmon të rinjve që ata të rriten edhe me një frym tjetër, me sa duket. Po, ne besojmë që kjo ndikon në të rritë, veçanërisht prej moshës 10 vjeçare, domethënë këtu që kur e shohin që ka shumë aktivitete, ajo ndikon pozitivisht në të ardhmen që ato të kenë interesim ndash në një profesion të artit, muzikës, kulturës ose të sportit. Pse jo. A mund të themi se Tetova po shndrohet në një qendër verore me këto aktivitete? Po, patjetër, këtë nuk e themi. A shifni që vinë edhe nga qytetet tjera? Po, shumë. Komentet tjera që janë shumë pozitive është që nuk e bëjmë këtë me pagesë. Për shembull, e organizojmë komplet qyteti edhe është komplet falas. Domethënë kritika ka për disa organizime tjera, që organizojnë komunat, që bashkëpunojnë me disa kompani private, edhe e mbyllin atë, e bëjnë me bileta, a ne jemi kështu vazhdojmë tradicionalisht hapur qytet veror, domethënë atë stilin e qytetit veror. Kur është nata përfundimtare? Kur duhet të mbaron? Domethënë prej koncertet të mëdha që do të fillojnë në qendër, por do të përfundojë me 1 gusht në sheshin e Tetovës. Deri me 1 gusht kemi në Tetova aktivitete. Aktivitetet pastaj prapashtu deri 4-5 gusht, por do kemi pastaj street basketin, por eventi më i madh si koncert. Cili është ai? Do të jetë me 1 gusht, atë e kemi ndarë domethënë si e kemi bërë edhe si njat e këngëtarëve më shumë tetovare, domethënë të mëdha. Domethënë do të jetë atë natë Big Mama, grupi Meta, Elita Ziberi, Aranit Ramadani e këto artistët tanë të njohur që janë të kërkuar gjithandej realisht.
dhe do jetë besoj edhe i frekuentuar edhe nga të rinj të qyteteve tjera që dëshirojnë të i dëgjojnë nga afër këto artistë të mëdhenj të cilat performojnë këngët më të bukura shqipe. Më herët e tham se ka vite që organizohen mbrëmjet tetovare të ndryshme, a ka plane që kjo nisë të zgjerohet edhe më shumë në vitet të ardhshme dhe të bëhet edhe më e bujshme, pasi që çdo vit mendoni që ja e kemi arritur kulmin dhe vitin tjetër prap bëni edhe më shumë edhe më shumë. Mendoni se vitet e ardhshme do zgjeroheni edhe më shumë dhe do jepni edhe më shumë qytetarëve? Po këtë edhe e kemi planifikuar, domethënë këtë vit pse u bë ende më profesionale është që kemi shkuar edhe një hap më tej që ta institucionalizojmë këtë organizat nëpërmjet të qendrës kulturore rinore. Ne tashmë si komunë të Tovës e kemi hap edhe qendrën tonë, që do të merren veçanërisht vetëm me aktivitetet qendra rinore, kulturore rinore, që do të merren me aktivitete rinore dhe kulturore, dhe të gjitha këto aktivitetet dhe organizimet kulturore tashmë do të organizohen nga qendra. Domethënë në mënyrë do të ketë vetëm një tim profesionale që do të merret vetëm me këtë organizim. Ne në seancën e kaluar të Këshillit, si qendër e kaluam edhe programin për 4 vitet e ardhshme edhe planin aksionar, ku në këtë e kemi parapa detaj se si do të zhvillohet vera kulturore dhe si do zhvillohen aktivitetet kulturore në qytet. Domethënë me një përqindje që çdo vit e kemi parapa diku deri 15% të rriten finansat dhe të rriten aktivitetet. Aktivitetet, pse jo. Sipas jush, cilin aktivitet apo cilën mbrëmje nuk duhet ta humbasim me patjetër? Po, është rëndë është të zgjedhim, po unë më shumë që më lën përshtypje janë netët rinore, që edhe aty ka shumë këngëtar lokal, që marrin pjesë këngëtar lokal të Tovës, edhe për ndodh me zgjedhim një rrugë, një bulevard, ndryshe ka sheshi, që më shumë është të konsiderohemi për të rinj, mu personalisht më pëlqen ajo dhe bëj thirrje që mos të humbet ajo. Ajo është me një gusht? Jo, ajo fillon prej 27 korrik deri në 29 korrik. Domethënë 3 net e kemi në dispozicion kur do, nuk mund të gënjejmë se isha e zënë, një ditë tjetër e keni në dispozicion. Nëse juve do duani ta përshkruani mbrëmjet kulturore të Tetovës me 3 fjali, cilat do ishin ato? Me 3 fjali. Po, shkurt, domethënë është e shkëlqyeshme, atraktive dhe megjithatë domethënë është e bukur, domethënë sinjalizon Tetovën. Ju lumt. Një mesazh për të gjithë të rinjtë që duan të marrin pjesë, çfarë do mënyre në këto aktivitete? Po, domethënë çdo të rinj që ka ndonjë ide, propozim, ose do në vullnetarisht vetë se kemi një grup të vogël domethënë vullnetarë që bashkëpunojnë në organizime dhe ato përfitojnë dhe fitojnë eksperiencë, po përndryshe nga saj edhe ne kemi pranuar edhe shumë disa organizime, aktivitete janë nga kërkesat vetë iniciativë të artistëve ose sportistëve tanë. Domethënë bëj këtu përsëri thirrje që janë të hapur që të bëjnë kërkesa jo vetëm për këtë organizim verës kulturore, por komplet vitin. Nëse kanë ide tash pas kësaj vjen edhe festat e nëntorit, një menjëherë do organizojmë për festat e nëntorit, krejt që kanë ideet, propozimet, mund të bëjnë kërkesë, mund të diskutojnë. Mund t'ju drejtojnë tek qendra juaj, qendra rinore? Po, mund të drejtojnë edhe te ne për përgjigje më shpejt te ne, sepse në komunë ka pak më shumë birokraci. Domethënë tani komuna e Tetovës e ka këtë qendrën e cila specifikisht do merret vetëm me të rinjt, idetë të rinjve, për krahjen e të rinjve në çfarëdo lloj aktivitetesh, apo jo? Po. Dhe kjo këtu sigurisht kjo funksionon si me orar të rregull, nga ora 8 si është funksionimi që ata mund t'ju drejtohen? Po, domethënë kemi orar të rregull prej ora 8 mëngjesit deri ora 4. Hapësirat e kemi në çashinë e përme domethënë kur ka qenë ish Radio Tetova edhe disa hapësira tjera kemi një sallë, ne vetë kemi një sallë për takime për panel diskutime që vetë se hapim falas çdo organizate. Agjendën e kemi full, domethënë non stop kemi kërkesa, por më të qetë tash se kemi planifikuar edhe këtë buxhetin, mendojmë edhe të rritim, domethënë njëri prej ative projektive planeve është që ta kemi edhe studion tonë. Po. Kështu që do kesim më shumë hapësirë për të rinj. Vullnet keni për të ndihmuar vetëm a ka vullnet për punë, apo edhe aktivitete si duket? Po kemi për krejt vetëm për... Po, vetëm a dëshirojnë që të punojnë. Po. Atëherë ne ju urojmë shumë suksese, diçka për në fund të shtoni për atë gjithë ata që po na shohin në këto momente? Faleminderit, domethënë edhe një herë për mundësinë që kemi patëm këto hapësirat për ta reklamuar edhe verën kulturore. Dua që çdo kush prej jush të vinë dhe
targetohen në këto ditë dhe në këto organizime. Do vim dhe do ju vizitojmë, sidomos në ato mbrëmje që thate ka të bulevardet speciale, ti shofim se si organizoni me artistët lokal të detove. Su një faleminderit edhe njerë, ju përuroj për këtë nismë dhe shpresojmë që në vitet e ardhshme të bëhen me muaj këto organizime mos të ndalen, sepse gjithçka që është për të mirën e të rinjve është jashtëzakonisht me se e mirë se ardhur dhe pa dyshim duhet gjithkusht të kontribon që kjo të vazhdon e mos të ndalet. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Ne miq të dashur do shkëputemi me një pikë muzikore dhe rikthehemi pastaj për ta përmbyllur emisionin.